Natyrisht në këtë sallë nuk janë kursyer kur njerëzit e turpshëm. Po të turpshëm. Njerëz që të gjitha ata palaçot, ja se do të përgjigjem unë. Do të përgjigjem kohën po mundë. Kryetar, kohën po mundë. Zoti Shea, ju lutem mos ndryni dhe lejoni kolegun të flasë. Nuk ka rëndësi, si jemi këtu për t'ju kthyer ju përgjigje sa herë ju teket. Ja, po të përgjigjet. Zoti Shea, e ke tamam, e ke fiks. Respektoni kolegët, respektoni kuvendin e Shqipërisë. Pra po thosha që këtij kuvendi, Zoti Shea, çfarë është ky standard? Cili është ky standard që doni të tregoni? Si kanë munguar kur njerëzit e turpshëm. Janë njerëz që kanë lindur këtu, po edhe për të vdekur, vdesin jashtë këtij dheu. Janë njerëz që kanë lindur këtu, po edhe për të varrosen jashtë këtij vendi. Se duan këtë vend, e urrejnë këtë vend, ose e kanë këtë vend thjesht vetëm për të bërë para. Nuk e kanë këtë vend as për punëtorët, as për të drejtat e tyre, as për të ardhurat e tyre, as për tatimet, as për taksat, as për transparencën, për asgjë e kanë këtë vend thjesht dhe vetëm të bëjmë para. Asgjë më shumë se sa kaq. Kjo që sapo dëgjova këtu është narrativa e jo një, po një 6-7 tregtarëve që përbëjnë atë kartelin e tregut të hidrokarburëve. Dhe kur unë flisja këtu në këtë sallë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 10 herë, 20 herë, 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet, këtu në këtë sallë, kur unë shkoja dhe i kapja me presh në dorë, në Porto Romano duke vjedhur pa matës dhe duke ja u vendosur pullën edhe atë plumçen mua atje që mos vidhnin më, zotrote, ishe duke i bërë Lulit. E mban mend Lulin? Këtë punë bëje. Nuk bëje asgjë ti. Kjo është e para. E dyta, po ta përsëris edhe një herë tjetër. Modeli i tregut që është në Shqipëri është model që funksionon nga fillimi deri në fund si kartel. Nga depozita e deri tek pompa. Ti nuk e kurajo ta thuash këtë. E di pse? Sepse ti je pjesa e asaj shoqatës dhe pjesa e narrativës asaj shoqatës, nga cila nuk ta përfundoj fjalën, lutem. Je i njëjti soi. Je soi i paralinjve në këtë vend që duan të vendosin edhe më fort diktatin e tyre të paras në këtë vend. Ky je ti. Faleminderit, zoti Balla. Replik, zoti Balla. Jepet me njëherë fjala për replik. Ç'a procedurë? Ju lutem mbani qetësi, dëgjojmë kolegun. Mbani qetësi, të dëgjojmë kolegun. Respektoni kolegët. Zoti Braçe. Ju lutem, zoti Shea, zoti Braçe, ju lutem. Ju lutem, këto nuk janë diskutime për këtu. Ju lutem mos pengoni punimet. Arion, të lutem, mos ju... Zoti Sheaj, zoti Braçe. Ju lutem të vjojmë punimet. 2 minuta pushim kryetar sa të qetëson.
Jo. Ju lutem të vjojnë punimet. Zoti Braça, ju lutem uluni, zoti Sheaj, mos provokoni, mos përdorni atë fjalor. Zoti Sheaj, mos përdorni atë fjalor dhe mos provokoni. Zoti Braça, ju lutem uluni. Zoti Sheaj, përdorni vazhdimisht një fjalor të papërshtatshëm, një standard për t'u haruar. Një standard, nëse më pyetet, skandalos për këtë kuvend. Fyeni gjithë kuvendin e Shqipërisë, edhe gjithë shqiptarët me këtë fjalor që përdorni. Dakor? Se fuqia e fjalës nuk qëndron te epitetet. Fuqia e fjalës qëndron te argumenti. Pse a jepni drejtën vetes ju të merrni peng parlamentin, të pengoni këto kolegë? Kush jeni ju? Ju nuk jeni një super deputet. Nuk je super deputet. Ju lutem uluni, mbani qetësi. Ju të rreq vëmendjen sipas rregullores. Jeni 64 rregullores, ju të rreq vëmendjen. Erio. Ju të rreq vëmendjen. Po natyrisht. Po pengoni punimet. Nuk e përcaktoni ju kush është ajdut dhe kush është i ndershëm. Ju lutem. Keni argumentin në dorë, por nuk keni të drejtën të lëshoni këtu një batare fyerjesh, se nuk jeni ju as prokurori, as gjyqtari, as super deputeti. Ju duhet jeni një deputet si gjithë të tjerët, dhe nëse pretendoni që jeni standard i ri i politikës, ju lutem tregojeni këtë me vepra. Edhe me etik këtu. Mos na ktheni shumë vite mbrapsh. Zoti Balla, replika. Faleminderit, kryetar. Gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Personi që krijon gjithmonë një zhurmë të pakuptimt, që mendon që duke bërtitur dhe duke shkuar përtej çdo lloj norme parlamentare, erdhi këtu dhe tha që tregu i karburantëve në Shqipëri kontrollohet nga një subjekt. Shumë e thjesht në raportet që janë publike, edhe në faqen e Ministrisë Financave. Ky është tregu, një ndër tregjet më të diversifikuara në rajon, për shkak se këtu dalin një numër konsiderueshëm operatorësh, 7 prej tyre kontrollojnë një pjesë të madhe dhe një 60 të tjerë që kanë një pjesë më të vogël. The këtu që është një operator. Gënjeve, çohu këtu, merre këtë, lexoje dhe thuaj. Unë e di si e bën ti, se ti je një gjobaxhi i vogël. Ti je një gjobaxhi. Ju ture një biznesmeni. Zoti Balla, ju lutem fjalorin. Jo, zoti kryetar. Zoti Balla, ju lutem fjalorin. Kjo nuk është fyerje. Kjo është siç ja bëre këtyre. U vodhe të dhënat e partisë. Je i dënuar se i ke vjedhur Partisë Demokratike të dhënat e antarësisë. Ke raportin aty që i ke vjedhur Partisë Demokratike të dhënat e antarësisë, dhe u çon dhe mesazhe në 2025 në thoni mos votoni Partinë Demokratike, dhe këta që mbënin që u vinte keq shpirti për ty. Ndërkohë sa për ambasadorin Erik Wendt, generalin Erik Wendt, fakti që në 6 vendet Ballkanit Perëndimor emrimi i parë nga Shtëpia e Bardhë vjen Tiranë, dëshmon mbi të gjitha partneritetin e fortë mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, vëmendjen e madhe të Shtetit Ta përfundoj. Dhe për këtë ne duhet jemi krenar. Mbaj mend, emrimi i parë pas zonjës në Athinë dhe emrimi i dytë është në Tiranë, dhe ky është një mesazh shumë i mirë, ndërkohë që kërkon zëdhënësat Partisë Socialiste, mos përmend njerëz që s'kan asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Kaq po ta them. Faleminderit. Fjalë